Titujt kryesor të gazetave e njëjtë 28 prill 2016, Gazeta Panorama. Fondi 1.2 miliard lek, pensionet, zbardhet rritja e re për 2016-ën, financat nisin llogaritjet për shtesën e re të pensioneve. Këtë vit do të ndahen 1.2 miliard lek për 600.000 pensionistë, rritja deri 3%. Grabitja $180.000 flet punonjësi. Përballja me maskat, më tha ti hodha trut në erë. Vendimi i Bashës, emrat e drejtuesve të PD-s në 12 qarqe, Tristani në Shkodër, Ruli në Korçë, Bode në Berat dhe Imami në Vlorë. Emrohet Bendo, Rama pakt me Nishanin, shkarkohet zëvendës drejtori i Shish. Qeveria Manjani e kundërshtoi ndriçimi jepet me koncesion. Dje në kuvent përgjimi Mehmeti e përlotur si mu rënua jeta në 5 minuta. Injat Zamputi, themeluesi diplomatikës shqiptare. Kori tragjik rreth Bashës, e vërteta e dy fisht në bankat e shkollës, të fitosh zgjedhjet gjatë rrugës për NBE. Shekulli, vizat si u mashtruan aplikantët me punësimet, hetimet, prokuroria merr dëshmitë e qytetarëve, ju premtuan viza pune e studimi në Kanada dhe në Australi. Aktiviteti i Lule Makashit të bijes dhe 25 vjeçarit. Garda mbron 21 janarin, gjykata rrezon kërkesën e gruas dhe të djalit të Faik Myrtajt për dëm shpërblim. Përdorimi i armëve justifikohet me dështimin e policisë gjatë protestës. Ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri u kërkon ndjes familjarëve të viktimave, ishte dhe është krim shtetëror. Drafti ja si do të funksionojë byroja kombëtare e hetimit. Fier dhunuan dhe grabitën çiftin 22 vite burg 2 autorëve. Serbia edhe pas zgjedhjeve me balans mes Perëndimit dhe Rusisë. Durrës dhunohet në mes të suktit, më pas ndiqet penalisht për ndërtim pa leje. Riorganizimi, Basha rikthen në bazë ish-ministrat e Berishës. Gjera Karaiskaj, ethet e Floririt po shkatrojnë monumentet. Hetimet, grabitësit e $180.000 pa maska dhe pa armë. Projekti mbyllen polemikat për stadiumin e ri, ruhet fasada fashiste. Gazeta Shqiptare, grabitje me shkelm, policia, autorët pa armë me maska. 2 të rinjt e goditën te këmbët dhe i morën $180.000. Grabitja e çantës me para pranë stadiumit Qemal Stafa, policia dyshon se rrodhi informacion i brendshëm. Dëshmitarët motorin e kemi parë prej disa ditësh të parkuar. Ish komandanti i specialëve Sali Lila, incidenti në blok me mjetin diplomatik, broshura e klasifikuar e sigurimit më 1973 kundër Ramiz Alis. Xhihadi Xhon 5 muaj në Tiranë si i mashtroi policët tanë Rinas, aventura e terroristit famkeq të ISIS, fillestarët, lufta e klasave dje dhe sot. Kastrioti Ismailajt i konfiskohen $3.8 milion antikushtetuese. Kryemadhi, konflikti politik pengon reformën në drejtësi. Shkarkohet zëvendës drejtori i Shish, Ylli Alushi. Kreu i Kije për ne reforma në drejtësi ka shumë rëndësi. Ligji përpyet, Fino kundër draftit të PS-s ka mos përputhje. Studentët e pavaksinuar nuk do regjistrohen në universitete. Shqiptarja.com, 3 llojet e pensioneve, dokumentat që duhen. ISSH publikon listën e plotë të ndryshimeve, zbardhen ndryshimet e reja në dokumentacionin për pension pleqërie, pension të reduktuar dhe si nën me shumë fëmijë. Debatet për korrupsionin, gjin Gjoni Sulmon në mbledhjen e KLD-s ambasadorin e SBA-s. Përgjigjja e gjyqtarit për Donald Lu pas refuzimit të vizës dhe akuzave për korrupsionin në drejtësi. Nishani në një linjë mbron gjyqtarët, akuzat Topit dhe Mojsiut. Përplasja, Fino kundër Shalcit për ligjin e pyjeve, debati në komisionin e ligjeve, Fino voton kundër, asgjë nuk ju japin bashkive. Monika Kryemadhi të lobojnë për lista zgjedhore me 50% femra. Olger Berberi si braktisa mësuesin për guidën turistike. Auditi, Visho Ayazi jashtë kontrollit, KLSH troket në Shish. Helikopteri, biseda e fundit e pilotëve me kullën, jemi në rregull. Popajt Novak Pribicevic, ambasador jugoslav në Tiranën në 1988-s. Gazeta Dita, Renato Myrtaj, provat e mia sekrete, ekskluzive revolta e Renatos, kam disa prova të fshehura jashtë vendit, do të ketë surpriza, disave do të bjerë tavanin mbi kokë, do preken atje ku u dhëm më shumë. Ato janë arma e fisit tim, dikush shpenzoi shumë për to. Rama më ka zgënjyer, Sali Legenit vetëm plumbi i bën mirë. Ç'ndodhi me serverin e tatimeve në prill 2013, çfarë ka në dosjet e komisionit Tristani, ndërhyrja që PD e mbajti të fshehtë. Fillimi i 2013-s xhihadisti Xhon qëndroi 5 javë në Shqipëri. Nis regjistrimi për studimet në Itali, hapat që ndiqen. Vllezrit shyti i përgjigjen Berishës, djalli s'ka dele, por s'rresht së shitur i lesh. Reagimi orik dhe lart shytit pasi Berisha i lidhi edhe me projektin e stadiumit të ri. Pronarit të Akmaris për drejtësi i dhurojmë nga një apartament për çdo kat të kullës që thotë se po ndërtojmë. Kërdia mesjetare me gjykatat e linjës blu. Filozofia e bishës që hyn në shtratin e botës. Gazeta Tema, mega skandali, si u fshin gjobat e bizneseve në serverin e tatimeve në fund të mandatit të PD-s. Editorial nga Merobaze, pse PD po e lë vetëm Berishën për armatosjen. Lorenz Vangeli, askush për shkakun të gjithë me pasojën. Nikol Lesi, nëse fiton Donald Trump, Ramën nuk ka ishull që e mban në territor. Mentor Kikia, si Shullazi u shndrua në zyrë për zgjidhjen e konflikteve. Si zgjidhje Emiliano Shullazi problemet me hipotekën, gjykatën dhe ish pronarin.
Lulzim Basha bën listën e deputetëve në 12 qarë që largon Topallin dhe Patozin jatë gjitha ndryshimet. Deputetja më seksi e PD-s i kujton Ramës penisin, ai e preferon shumë. Qeveria mbrojti Gërdecin, Antena brenda familjes, lajmet më serioze për arrestimin e Azem Sylës. Rama shkarkon zëvendësdrejtorin e Shish Ylli Alushi. Gazeta Mapo, 7 ministra të Berishës, PD emrat që do të drejtojnë 12 qarqet në zgjedhjet e 2017-s. Vendimi jepet me koncesion ndryqimi Tiranës dhe Durrësit, LSI kundër. Mashtrimi me vizat kanadeze në kërkim pronarët e kompanisë. Titulli dhe mbijetesa 5 finalet e Superligës. Deli Star i sigurt, Mourinho trajneri United. Apokalipsi në shenjën e Apegas, Islami dhe demokracia, deklaratat e Berishës një rast për psikianalizën dhe jo gazetarin. Raporti Shqipëria humb vende në indeksin e lirisë së shtypit. Qeveria për Gërdecin ishte aksident teknologjik. Papa Francesku firmos martirizimin e 38 priftërinjve shqiptar. Mohimi i genocidit do të mbizotrojë zgjedhjet në Srebrenicë. Gazeta Shqip, 21 janari, Garda pse përdorëm armët, precedenti italian dhe pretendimi për buxhetin edhe nëse vendoset për dëm shpërblim. Reforma zgjedhore dhe dëmi nga listat e hapura. Mirë ai që ngatron imazhin e vet me ujin. Shteti i merr Ismailaj $3.7 milion. Tahiri kundër Gardës, u kërkon ndjes familjarëve, u lënduat. Drejtësia, tema e nxehtë në takimet e nishanit në BE. Pas 13 vitesh ikën zëvendësdrejtori i Shish Ylli Alushi. Policia, skema si u grabitën $180.000. Avokati tregon pazaret me shullazin për Volgën. Për lotet Ermira Mehmeti, jeta më rënua për 5 minuta. Rama jep me koncesionet dhe ndriçimin publik në 2 qytete. Koha jon, ministri Sajmir Tahiri përgënjeshtron Gardën. Garda e Republikës u detyruam të vrisnim, e thot gjykata e apelit. Ministri ndjes familjarëve, 21 janari mbetet një krim i pandëshkuar. Monika Kryemadhi pa rolin e gruas një shoqërie të cunguar e dobët. Ç'ndodh në Tiranë me Ramën nëse Donald Trump fiton në Washington? Nishani Schulz, dialogu politik tepër i rëndësishëm. Papa Francesku vë firmën Kisha Katolike Shqiptare ka 38 martirët e saj. Nga se rrezikohet Hillary Clinton, që ka paskush për shkakun të gjithë me pasojën, pesimizëm për 2016-ën, mundësi të mëdha për studimin në Londër, fundi i rebelëve të konferencës së Tiranës, Edi Paloka në zgjedhje do e dërgojmë Ramën në PS, Erion Velia i çdo kryebashkiak vlerësohet nga puna dhe jo nga debatet politike, Vëllezrit Shyti, disa fjalë për sjarriqjen e fundit Sali Berishës. Ministri Manjani kundërshton kryeministrin Rama për koncesionin. Rama me rektorët, arsimi i lartë, sfida jone përbashkët. Standard, miratohet koncesioni. Qeveria bën Ministrinë e Energjisë pronar të çdo çelësi dritash në vend. Projekti për ndriçimin solli përplasje mes Ministrisë së Energjisë dhe asaj të drejtësisë. Manjani kundërshtoi përcënim të autonomisë vendore dhe paqartësi për zanafillën e propozimeve të kompanisë daneze. Meta përfaqësim më të madh për gratë, një në 2 kandidatet jetë femër. Papa Francesku ati i shenjtë firmosi dekretimin për 38 martirë shqiptar. Ylli Alushi, Rama shkarkon në drejtorin e Shish në detyrë prej 14 vjetësh. Takimet me Nishanin, Schulz, sistemi pavarur drejtësie, presidenti i KE, të zbatohen reformat. Me 5 vite burg dënoi gruan dhe ngacmoi seksualisht vajzat, dënohet babai. Pas përgjimeve, Ermira Mehmeti për lotet në parlament pagova një çmim se guxova të flas hapur. Ndërtimet tek liçeni, PD pa di në gjykat për Veliajin, shkel ligjin dhe nuk bën transparencë. Banka e Shqipërisë rënje e fortë e kërkesës për mallra dhe shërbime në 3 mujorin e parë të 2016. Taksistët përplasen me policinë, bashkia u zapton vendet e parkimit. Sot, qeveria Rama mbron vrasësit e 21 janarit, refuzon në gjyq dëmshpërblimin e viktimave. Garda i akuzon për sulm ndaj kryeministrisë. Djali i Fajk Myrtajt, Garda reagoi si band mafioze, do vi dita për urdhëruesit e vrasjeve. Mark Nika, Gardat përgënjeshtroi pretendimet. Alma Veizin nuk ka më besim te drejtësia. Ngjela Rama po mbron Saliu nga reforma në drejtësi siç bëri me Gërdecin. Basha po distancohet nga Berisha. Rama shkarkon njeriu në Metës në Shish, deputetët socialistë sulmojnë ministrat e LSI-s, majoranca drejt përçarjes. Zbardhen milionat e partive politike për 2015 nga shpenzimet dhe të ardhurat e forcave kryesore në vend, PS dhe LSI me buxhetin më të lartë. Alfred Mojsiu, reforma në drejtësi do të jetë vetëm në letër, palët po nxjerrin çdo ditë justifikime për ta shtyrë, s'ka vullnet politik. Tusk, ardhmja e vendit varet nga reforma në drejtësi, BE është shqetësuar për klimën politike, Nishani do përmbushim kushtet. PSD vijojnë përplasjet për stadiumin, Ali Beaj do të ndërtohet pallat për bandat e qeverisë, Rama po tentoni të baltosni çdo ide. PD pa ditë kryebashkiakët Erion Velia dhe Zamir Arami akuza për mungesë transparence dhe shpërdorim detyre. Mediu akuza të forta PD-s, nuk diti të qeveriste, Bashat mos i mbaj syt te prisha e marrëdhënieve Rama-Meta. Panorama Sport, dridhet Bayerni, Atletico fiton në raundin e parë. Josa, titulli vendoset para finales në Korçë. Nuk jemi të varur nga derbi, ja çfarë u kanë kërkuar lojtarëve. Trajneri Skënderbeut provokon Partizanin, do zgjidhet para ndeshjes direkte. Studenti në fest, kampion me Manita, volejboll meshkuj. Pra pas skenat e stadiumit, Dervishi ja e vërteta, plani i FSHF-s, premio 11 milion euro po fituam Europianin. Klodita Gjini, rekordmeni e Atletikës që u bë tem studimi në Rom. Partizani projekton micin e Kuksit. Tirana e Hafizit në deliri thyrë të kuq në derbi.
Sport Express, postohet kompleksi, inspektimi ka nxjerrë probleme pasi disa ndërtime pengonin projektin, ja ku do të jetë stadiumi. Probleme me terrenin, Partizani detyrohet të zhvendoset, së shpejti nis ndërtimi i shtëpisë së re. Pep mak nga spanjollët, Saul gjynjëzon Bayernin. Klopp, do fitojmë sepse kam një ekip me karakter. Broki nuk bind, Lipi shpreson për stolin kuqezi. Busquets për 100 milion në Paris, Thiago Silva te Barça. Studenti kampionja pa kundërshtar. 8 klube duan përmbysjen e federatës. Klubi Bardeblu përballet me disa padit të reja. Vllaznia, njëja e Cungut për Laçin, Arma Plus. Kuksi është treni i fundit i mbjetesës për flamurtarin. Kuksi Hasani tani na duhet më shumë mbështetje. Euro 2016, FSHF premio 11 milion euro për kombëtaren. Skënderbeu, Josa fiksohet titulli para sfidës direkte.